Deputeti i Partisë Demokratike Kliti Hoti zhvilloi një inspektim në hyrje të qytetit të Shkodrës, ku deklaroi se ndërtimi i urës së re të Baqallekut ende nuk ka nisur, megjithse sipas tij ishte paralajmëruar të fillonte gjatë këtij viti. Jemi te ura që nuk ekziston, te ura Baqallekut, që u premtu që do të ishte gati në muajin e ardhshëm. U premtu nga ish Ministra e Energjetikës, u premtu nga kryebashkiaku i Shkodrës. Kjo urë nuk ekziston dhe nuk do të realizohet për vitin 2026. Në inspektim morën pjesë edhe urbanisti Meldi Sokoli dhe drejtuesi i Departamentit të Infrastrukturës në PD Besnik Dervishi. Gjatë deklaratës për mediat, Hoti u shpreh kritik ndaj projektit që parashikon ndërtimin e 3 rrethrotullime në zonë, duke thënë se ai nuk zgjidh problematikën e trafikut në hyrje të qytetit. Edhe Dervishi dhe Sokoli shprehën qëndrimin se prioritet për zonën duhet të jetë ndërtimi i urës së re të Baqallekut. Unë mendoj në pikpamjen edhe të ekspertit për sa i përket çështjeve urbane që kjo zgjidhje teknike do ta shpërsoj problemin e trafikut në qytetin e Shkodrës, duke spostuar nga rrethrotullimi i Kishës Zojës në bllokimin tashmë të rrethrotullimit të harkut të Bërticës. Pra, problemi do shmanget nga një pikë do të shkojë tek pika tjetër. Shkodra ka nevojë për bypassin lindor. Në projektet e mëparshme të Bashkisë së Shkodrës ka qenë parashikuar që të bëhet bypassi lindor dhe ai të përcjell gjithë trafikun për të hanë të Hotit. Nuk zgjidhja definitive është autostrada nga Shkodra të lidhet me Milotin dhe të vazhdojë në drejtim të hanit të Hotit. Ndërkohë, qytetarë të pranishëm në zonë u shprehën se ndërtimi i urës duhet të ishte realizuar përpara investimeve të tjera infrastrukturore në atë segment. Ura dash më bëhet para se ti. Edhe bën rrugën banurin një. Bën edhe kryqëzimin atje me imi kalimën në kalim, mandaj na bën këtë rrugën. Që është një rrugë për trotuari është për asfaltin. Që është të sej. S'ka ku me kalu. Jo më uji, po hyj makina po vëzorit. Hyj makina po na lukur gjë. Mirë sa aty. Unë kam bërë makinë të hyj pa për me atje të zgjat. Atje në rrugë Durrësit.